Anesteziologu Zharko Grozdanovski nga komuna Bërvenic, i punësuar në Spitalin Klinik të Tetovës, dyshohet se e ka vrarë 76 vjeçarin Klime Mitreski për shkak të një pasurie me vlerë mbi 1 milion euro në pjesën e vjetër të Ohrit, pas një marrëveshjeje të mëparshme për përkujdesje të përjetshme. Sektori i punove të brendshme Ohr e zbardhi vrasjen e Mitrevskit, i cili ishte pronari i lokalit Klimentov Konak. Autori është identifikuar dhe arrestuar menjëherë pas kryerjes së krimit, njoftuar nga MPV. Sipas informacioneve të pakonfirmuara, Grozdanovski dhe Mitrevski më parë kishin lidhur një kontratë për përkujdesje të përjetshme, me të cilën Grozdanovski ishte zotuar të kujdesej dhe ta mirëmbante Mitrevskin në këmbim të trashëgimisë. Trashëgimia që anesteziologu Zharko Grozdanovski synonte ta përvetësonte përbëhej nga një pronë e patundshme në pjesën e vjetër të qytetit të Ohrit, me vlerë të vlerësuar mbi 1 milion euro. Jo zyrtarisht, i akuzuari e ka përshpejtuar vdekjen e viktimës me vetëdije për ta marrë më shpejt kontrollin mbi pasurinë. Grozdanovski është akuzuar zyrtarisht për vrasje të kryer nga përfitimi material. Hetimet vazhdojnë dhe rasti i është dorëzuar edhe prokurorisë publike, njoftojnë nga MPB.